plasën çokolatat edhe këtej. Kështu po e përshkruajnë fansat një nga momentet më të komentuar të mbrëmjes festive brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Nga festa e beqarisë tek batutat pikante e deri tek afrimitetet në shtrat, atmosfera ishte elektrizuese. Selina dhe Gimbo ishin dukshëm shumë pranë njëri tjetrit. Qëndronin ngjitur, shikonin njëri tjetrin me buzëqeshje të ndrojtura, por asnjëri nuk po e bënte hapin final. Ishte ai moment klasik kur tensioni romantik ndihet në ajër, por puthja nuk po vinte. Dhe aty hyn Mateo. Me energjinë e tij karakteristike dhe humorin që shpesh ndes situatat, ai nisi të brohoriste. Puthe. Banorët shpërthyen në të qeshura, ndërsa Selina fshihej pas flokëve me turp dhe Gimbo buzëqeshte, dukshëm në siklet, por edhe i tunduar nga momenti. Brohoritjet vazhduan duke e kthyer situatën në një presion pozitiv kolektiv. Kulmi erdhi kur Mateo, me një lëvizje spontane, hodhi xhupin sipër Selinës dhe Gimbos, duke krijuar një stre improvizuar për ta. Ideja ishte e qartë, një moment privat brenda kaosit të festës. Shtëpia shpërtheu në britma e duar trokitje. Në xhup, ata ishin shumë pranë. Aq pranë sa dukej se puthja ishte çështje sekondash. Gimbo dukej gati, ndoshta i shtyr nga adrenalina e momentit, ndoshta nga frika se mos ky rast i art do t'i ikte. Ishte ai çast kur gjithçka rreth tyre u duk sikur u zbe, zhurma, të qeshurat, madje edhe kamerat. Ironia? Në një shtëpi ku kamerat janë gjithmonë prezente, ai moment i krijuar me xhup u duk si tentativa e vetme për një intimitet simbolik. Një lojë mes privatësisë dhe spektaklit. Ndërkohë, në anën tjetër të festës, Brikena dhe Mateo po shijonin energjinë e mbrëmjes me përqafime e afrimitete që shtuan edhe më shumë atmosferën festive. Festa e beqarisë u kthye në një natë emocionesh të përziera, turp, gëzim, presion, flirtë dhe shumë të qeshura. Por ajo që mbetet më shumë në mendje është ai moment pezull në xhup. A u puthen apo jo? Banorët pretendojnë se diçka ndodhi. Publiku po analizon çdo sekondë. Dhe Gimbo, sipas shumë kujt, ishte gati të mos e linte të ikte ky shans. Në një reality show ku çdo ndjenjë jeton në ekstrem, ndonjëherë një xhup i hedhur në kohën e duhur mjafton për të krijuar një nga momentet më të paharrueshme të sezonit.